Po. Nuk ka nevojë për koment, është e qartë ajo. Përfshihet në njërin nga rastet që thash unë. Po nuk e thjesht e ehli sunetit, nuk ka xhavarit. Kështu që patjetër do përfshihet në njërin nga dy rasteve që përmenda unë, se s'ka mundësi tjetër. Hë. Po, ashtu e quajnë ata, e quajnë të frymzuar nga Zoti. Unë të thash ty që ka njërën për këtyre dy mundësive. Njëra mundësi, unë nuk thash vetëm parën ty, përmend edhe mundësinë e dytë, që veprimin vetvete tregon se ata i quanin të lejueshme ato ligje dhe nuk i beson ligjet e Zotit. Ë? Dhe ti patjetër do të thush këtë, sepse sharja në vetvete është kufër. Mirë pa ja tregon që nuk ka besim njeriu në zemër. A tregon kështu? Se kur thuhet për njëri që është kafir, kjo përmban gjykim për të përmend dhe për jashtë. Kur themi për njëri që është kafir, do ta kemi parasysh, kjo për rregullave të ahlisunetit në gjykim. Kjo thon për ta përmendur dhe për jashtë. Tani, aleikum selam. Ato që ka thënë komisioni i përhershëm i dietarëve, lidhur me këtë çështje, domethënë, ajo mbase nuk është përmendur, domethënë tekstualisht, dhe unë nuk thash që është përmendur tekstualisht, po vetë kuptohet nga sqarimi që ka bëu Ibn Kathiri, se ata e besonin si ligj domethënë si frymzim nga Zoti, si të lejueshëm nga Allahu i lartësuar. Gjithsesi, me fjalë, në këtë çështje ka disa dietare, thashë, kupton, që ligjbërën e quajnë shirk të madh, kufër të madh. Të kohës. Mirë pa u lindaj problemi i ikhwanëve, domethënë, që ata veprimin e tyre nuk e quajnë shirk të madh. Kështu që ajo që ka thënë Ibn Bazi dhe Sheikh Albani është më saktë lidhur me këtë çështje. Dhe ne nuk kemi ndonjë detyrim që çdo fatva të komisionit përhershëm me e pranoj. Dhe ata në ide taj mund bëjnë e gabim. Mund bëjnë e gabim, me fjalë. Për mu, ajo që ka thënë Ibn Kathiri, ka njërën për atyre dy mundësive që përmenda. Ose është frymzim, ose është, po njeriu nuk të jetë fanatik. Nëse njeriu merr të muhabete me fanatizëm, çdo që ti bësh, ai nuk ndron mendje. Rregull. Kush i merr me fanatizëm, me fodullah këto muhabete, ai nuk ndron mendje. Rregull. Dhe unë nuk pajtohem me menhexhin e ikhwanëve. Kupton? Unë i kritikoj ikhwanët, por nuk i quaj kafira. Dhe veprimet e tyre nuk i quaj kufri i madh, shirku i madh, siç mendon ai. Më kupton? Ai edhe tjerë, se s'kemi gjë më të vllajën, ai i ka marrë me fanatizëm të muhabete. Por unë e sqarova këto muhabete bitul nefes. Qëllimisht, sepse u sqarova, domethënë çfarë pasojësh kanë lindur nga ky lloj përshtyllimi. Dhe edhe ajo fetvaja që ka dhënë komisioni i përhershëm i dietarëve. Dhe ai qëndrimi i ca hoxhallarëve në Arabinë Saudite, që domethënë ligjbërjen pa shkoqitje kundërshtojnë e quajnë shirk të madh, kufër të madh, nuk është në mënyrë absolute, domethënë i pranueshëm. Në qoftë se veprimi i ligjbërjes tregon domosdoshmëri se njeriu e lejon, atëherë kufri i madh. Dhe ne themi drejt ka komisioni i përhershëm dhe ata hoxhallarë që kanë sqaruar shumë në Arabinë Saudite. Në qoftë se veprimi jep më shumë se një mundësi, atëherë si bërja e një ligji, si një vendim gjyqësor, një akt qeverisje, gjitha këto duhet përfshihen shkoqitin që ka bëhen sunet, se gjitha quhen hukm. Në fakt, ai vllai përmendi edhe një ajet Kuranit. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. A kanë ata zota të tjerë, të cilët ju kanë lejuar prej fesë, u kanë bërë ligj prej fesë, ju kanë lejuar prej fesë, ose kanë bërë ligj, gjëra që nuk i ka lejuar Allahu i lartësuar. U kanë bërë prej fesë, u kanë bërë ligj të fesë, gjëra që nuk i ka lejuar Allahu i lartësuar. Thonë kështu këta që e quajnë ligjbërjen shirk të madh. Thonë, a kanë ata zota të tjerë veç Allahut? Shureka, fjala shureka
domethënë kanë një rrëj të përbashkët me fjalën shirk. Domethënë shirk në fjalë. A kuptoni fjalën shureka, sherik, shirk. Se normal nuk e njihni arabishtën ju dhe atë morfologjinë e arabishtes, por shureka, shirk, sherik e kuptoni. Domethënë kanë ata ortakë që ja kanë bërë Zotit, të cilët u kanë bërë ligj prej fesë, gjëra që s'e ka leju Allahu, ky është Tani kjo fjala shureka njërë, përkthimi ajetit kështu, a kanë zotë të tjerë ata krahas Allahut që u kanë bërë ligjit prej fesë, domethënë që nuk i ka leju Allahu lartësuar. Kjo fjala domethënë këtu do ndalem disa pika lidhe me këtë ajetin. E para gjëja kjo fjala shureka në komentin e disa mufesirëve të hershëm nuk ka kështu siç e përkthejnë këta. Dhe siç e kanë thonë ca hoxhallar për vende ndryshme edhe në Arabi Saudite kështu me radhë që kjo tregon zota të tjerë krahas Allahut. Pasi Ibn Xherir at-Taberi dhe Ibn Kathir dhe këta janë dy mufesirat më dhej, kanë thënë që em lahum shuraka, a kanë ata bashkërtak, domethënë shejtanin e tjerë. Domethënë em lahum shuraka, fjala shuraka nënkupton shejtanin. Domethënë ata a kanë shok shejtanin? Shejtani është shoku i tyre, i cili shejtani dhe djajt të cilët u kanë bë ligje, domethënë prej feje që bidate, më fjalë, se ligjet që u vishën fejes janë bidate, të cilët nuk i ka lejuar Allahu subhanahu wa taala, kuptuat? Sipas kësaj, do kjo fjala shirk këtu do të thotë domethënë kanë ortak ata në humbje, në devijim, shejtanin e tjerë, ortak tyre dhe jo ortak ndaj Zotit. Fjala ortak këtu nuk bën fjalë për ortak ndaj Zotit, por ortak ndaj tyre në humbje, në devijim, si shejtani dhe të tjerë. Rregull? Kështu që po të marrë parasysh të shpjegim që ka bëu Ibn Xheria dhe Ibn Kathir, ajeti nuk ka të bëjnë me shirk ndaj Zotit, po me ortakët e tyre në humbje, ortakët që ata i kanë humbje në devijim, si shejtani dhe të tjerë. Rregull? Po. E dyta, po e marrim para, domethënë që me të vërtetë ajeti sipas shpjegimit sa e kanë thënë disa dietarë të tjerë këta, që a i kanë vënë ata zota të tjerë Allahut? A kanë bën ata zota të tjerë shok Allahut? Të cilët u kanë vënë ligje feje, të cilët bien ndesh me ligjet e Zotit. Në këtë, sipas këtij shpjegimi, domethënë shpjegimit që kanë bërë disa dietarë, a i kanë bën ata shok Zotit, me fjalë, a i kanë bën shok Zotit, është një lloj si ajeti tjetër i Kuranit që thotë ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, në surën Tauba. Ata i bën ose i vun murgjët dhe rabinat e tyre zota krahas Allahut të lartësuar. Kupton? Tani veprimi atyre që murgjë, domethënë, ky ajet ka shkoqitja apo është do rast shirku madh? Bindja ndaj atyre që kundërshton ligjet e Zotit, apo atyre që bëjnë ligje kundërshton ligjet e Zotit. Ka shkoqitja apo shirku madh? Se ajeti flet për krishterët dhe xifutët të cilët u bindeshin rabinave dhe murgjëve. Kur ata u lejonin diçka, e qunin të lejushme. Kur ata u bënin ndaluar diçka, ata e qunin të ndaluar. Ma bini atë librin të uhidit të lexoj. Të lexoj këtë pjesë se është më rëndësi. Po, kush u bindet dietarëve dhe prizve në ndalimin e asaj që e ka lejuar Allahu ose në lejimin e asaj që e ka ndaluar, i ka konsideruar ata si zota krahas Allahut. Kështu thot Muhammed Abdul Wahhab. Kjo është tema. Dhe ka si argument. Një herë Ibn Abbas u ka thënë disave. Po. Adi ibn Hatem tregon, e dëgjova një herë të dërguarin e Allahut. Të reciton në këta jetë, ata i bën rabinët dhe murgjit e tyre si zota në vend të Allahut, si dhe Mesihun birin e Mërjemes, ndërkohë që janë urdhëruar të adhurojnë vetëm një hyj, një Zot, përveç të cilët nuk ka tjetër që meriton të adhurohet, i lartësuar qoftë ai me gjithçka që ja shoqërojnë. Unë i thash, thot Adi, ky është një sahab. Ky ka qenë krishterë, ka pranuar Islamin dhe i ndinte që çfarë bojnë murgjërit dhe rabinat. Unë i thash, ne nuk i adhuronim ata, domethënë murgjërit si kemi adhuruar. Ajeti thotë që ne i kemi adhuru.
Profeti i tha, a nuk e bënin ata haram atë që i kishte lejuar Allahu, edhe ju pas atyre bënit haram? A nuk u bënin të lejuar atë që Allahu kishte bërë haram dhe ju gjithashtu e bënit të lejuar? Po. I thot Adi, po, e bën. Po ju përgjigja unë. Ai tha, ky ishte adhurimi që ju u bënit atyre. Rregull? Po. Tani ngjoje sqarimin që ka bëu në temin e lidhur me këtë. Po kur quhet shirk bindje dhe pasimin kundërshtim me ligjet e Zotit? Për shembull, një rabin, një dietar vendos një ligj kundërshtim me ligjet e Zotit. Dhe dikush i bindet. Dikush thot, alkooli është halal. Shkon tjetri i bindet dhe pi alkool. Tani ky që i bindet dhe pi alkool, bën shirk të madh apo bën gjuna të madh? Në qoftë se i bindet në lejim, e quhet të lejueshme, bindja është shirku madh. E nëse i bindet vetëm në veprim pa e lejuar, është gjuna e madh. A kuptuat? Kështu që ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, zota, kjo ka shkoqitje, bindja ndaj murgjërve, duke i bërë zota krahas Allahut, nëse është përmban lejim apo nëse bëhet me lejim, është shirku madh. E nëse nuk e përmban këtë gjë, gjuna e madhe, kuptuat? Po kur quhet shirk bindja dhe pasimi kundërshtim me ligjet e Zotit, këtë na e shpjegon Ibn Taymija. Thotë Ibn Taymija, këta që i bën rabinat dhe murgjit e tyre zota në vend të Allahut, duke ju bindur atyre në lejimin e asaj që e ka ndaluar Allahu dhe në ndalimin e asaj që e ka lejuar Allahu, ndahen në dy kategori. Kategoria e parë, ta dinë që të parët e tyre kanë ndryshuar fenë e Allahut dhe ti ndjekin në këtë ndryshim, e kështu të besojnë lejimin e asaj që e ka ndaluar Allahu dhe ndalimin e asaj që ka lejuar Allahu, duke pasuar kryetarët e tyre, megjithëse janë në dijeni që ata kanë kundërshtuar fenë të dërguarve. Kjo është kufër. Allahu dhe i dërguar e tij e kanë konsideruar diçka të tillë shirk, edhe pse nuk falen namaz për ta dhe nuk u bëjnë sejdë atyre. Kategoria e dytë, të jetë besimi dhe imani i tyre i saktë, për sa i përket asaj që quhet e lejueshme dhe asaj që quhet e ndaluar, por ju bindin atyre kryetarëve ose eprorëve në kundërshtim me ligjin e Allahut në gjuna, ashtu siç bën muslimanët gjunat për të cilat beson se janë gjunahe. Këta kanë të njëjtin gjykim si gjunaqarët e tjerë të ngjashëm me ta, ashtu sikurse shënohet në dy sahih e Buhari, ka thënë, vazhdon hadithi. Domethënë janë gjunaqar. Po. Pra, edhe ajeti am lahum shuraka, ai kanë bërë ata shok Allahut të lartësuar, ai ja kanë bërë ata shok Allahut të lartësuar, ata që kanë vënë ligje, u kanë bërë ligje feje që se ka lejuar Allahu, ka shkoqitjen. Ka shkoqitjen që përmendet tu. Jo, nuk është ai shpjegimi që ka përmendur ai. Shpjegimi i tij nuk është ky. Një minutë. Shpjegimi që bëjnë ata nuk është ky i dyti. Ky i dyti domethënë është një lloj si ajeti i surës Tauba. Domethënë që dikush ka bërë një ligj që ja ka vesh fesë. Alkooli është halal. Rregull? Një tjetër i bindet këtij që e ka quajtur halal për shembull alkoolin. Ky që i bindet në fakt e ka bë atë që ka bë halal alkoolin, e ka bë shok ndaj Zotit, sipas shpjegimit dytë, jo sipas parit, e ka bë shok ndaj Zotit. Mirë po, a ka shkoqitje veprimi apo jo? Bindja ti ka shkoqitje. Nëse e qunë të jushme, qunë shirku madh. Nëse nuk e qunë, nuk. Kështu që ky ajeti i surës Shura, em lahum shuraka shara'u lahum min ad-din, është një soi si ajeti i surës Taube, i cili, domethënë, ai kanë bërë zota, kanë bërë zota krahas Allahut. Ai kanë bërë shok Allahut shuraka, është, domethënë, duhet të ketë ka një të shpjegim siç u sqaruan lidhje me ajetin e surës Tauba. Kjo sipas shpjegimit që kanë bërë sa mufesia të hershëm, apo atëherë mufesia të hershëm kanë bërë këto njërin për këtyre dy shpjegimeve. I pari nuk përmendet fare, domethënë fjala shirku ka të bëjë me shirk ndaj Zotit, po shejtani e ka bërë tak në humbje. I dyti është një lloj si ajeti i surës Tauba për cilin ka shkoqitjen që përmendet. Kurse i treti e përmendin këta, thonë ka të bëjë me ligjbërësin. Domethënë ligjbërësi është Zot ndaj Allahut. Dhe
Kupton? Çdo ligjbërës e bën veten Zot me Allahun. Çdo ligjbërës, kushdo që bën një ligj kundërshtim me fenë, thon këta, ai e ka bën veten Zot me Allahun. Asnjë nga mufesia se ka përmend këta. Domethënë, ajeti nuk përmend shirkun e ligjbërësit, po përmend shirkun e atyre që u bindën ligjbërësve. Kupton? Dhe për to ka shkoqitje. Ajeti nuk flet për shirkun e ligjbërësit. Nuk kupton? Kupton? Po dikush do të thotë në rregull, mufesirat e hershëm kanë thënë që ajeti bën fjalë për shirkun që bëjnë ata të cilët u bindën ligjbërësve. Dhe nuk e përmend tekstualisht shirkun e ligjbërësit. Kupton? Mirë, po përderisa është quajtur bindja e njerëzve ndaj ligjbërësit shirk, atëherë edhe ligjbërësi që bën ligjin bën shirk. Themi në rregull, po a ka shkoqitje? A duhet ta përmend shkoqitjen lidhje me ata që u bindën? Po. Atëherë njëjtë shkoqitje duhet vlejë edhe për ligjbërësin. Kjo është një pikë. Një çështje tjetër që hedh poshtë shpjegimin e tyre. Ajeti thotë, a kanë ata, domethënë ai kanë ata urtat në humje sipas shpjegimi, ose ata ai kanë bërë ata shok Allahu të lartësuar, ata të cilët bëjnë ligje feje, ligje për fesë. Domethënë ja veshin ligjet fesë. Dhe me pajtimin e gjithë dietarëve, nëse dikush bën një ligj kundërshtim me ligjin e shariat, thotë ky është ligji i Zotit, kjo është kufri i madh, se ja ka vesh fesë. Dhe ky është kuptimi me leju atë që ka ndaluar Allahu, kupton? Aty thotë shara'u min ad-din, është për fjala fe. Domethënë jo vetëm bëjnë ligje, po bëjnë ligje dhe ja veshin fesë. A kuptuat? Ky është bidati. Dhe prandaj dietarët këtë ajete përmendin për të hedhur poshtë bidatet, për kundërshtuar bidatet. Tamam? Pra tjetër është kur njeriu bën një ligj kundërshtim me ligjin e Zotit, por nuk ja vesh fesë. Dhe tjetër është kur bën një ligj kundërshtim me fenë e Zotit dhe ja vesh fesë. Ajeti bën fjalë për rastin e dytë kur bën ligj kundërshtim me fenë e Zotit dhe ja vesh fesë. Në fakt, nëse njeriu bën një gjuna dhe e qunë të lejushëm, ja vesh fesë, ja thotë që e lejon feja, i bën kufër, del nga feja. Nëse gjykatësi merr vendim gjyqësor kundërshtim me ligjin e Zotit, do thotë që këtë vendim e lejon feja, ai del nga feja, edhe një vendim po të marr. Dhe po ashtu nëse dikush, një qeveritar, bën një ligj kundërshtim me ligjin e Zotit, thotë ky është ligji i Zotit, dhe këtë ligj e lejon feja, pra ja vesh fesë, ai del nga feja. Kështu që duke marrë parasysh të trija mundësitë, domethënë dy mundësitë e para domosht shpjegimit, mendimi i tyre nuk është i saktë. Tjetër ata kanë sjellë një shpjegim që s'e kanë përmend komentuesit e hershëm të Kuranit. Dhe e katërta ligjit, ajeti përmend që ligji i vishet fesë. Kurse këta përfshin dhe rastin kur ligji nuk i vishet fesë. E ne themi për rastin kur njeriu bën ligje kundërshtim me ligjit të Zotit dhe nuk e vesh fesë, ka shkoqitje. Qofse rasti është i tillë që nuk ka shpjegim tjetër, është kufri i madh. Në vetvete veprimi. E nëse rasti jep më shumë se një mundësi, siç është veprimi i Huanëve për shembull në Egjipt, atëherë ne themi që ka shkoqitje. Përderisa njeriu nuk e qunë të lejushëm, veprimi i tij është gjuna e madh. Kush e domosdoshmëria lejohet veprimi kundërshtim me ligjit e Zotit. Po. Çfarë janë domosdoshmëria rrugë bashkë çoni e fundit mos ka fon se na ka unë as shkoj me fon. Çfarë janë muslimanë? A janë xhafira që ftysha vëllezër muslimanë? Janë bidatçi, grupi humbur. Grupi humbur. Po. Dhe ai që thot në lidhje me gjykimin se nuk ka shkoqitje, gjykimin dhe vendimet apo veprimet në kundërshtim me ligjit e Zotit se nuk ka shkoqitje, ka një ide të xhavarixhe. Nuk themi që është xhavarish, po ka një ide të tyre. Nëse ai që bën qafira muslimanët, pa shkoqitje mbi bazën e kësaj ideje dhe shkon e u derdh dhe gjakun në Siri, ajo xhavarix. Allahu na ruaj pastaj. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu. Po, merr.